Dhimbja është një nga emocionet më të rëndësishme për ne njerëzit. Dhe gjithashtu ndërmjet dhimbjes është vendosur këtu në tokë me ligjet e natyrës që ne njerëzit ndërmjet këtij emocioni të fuqishëm të bëjmë transformimin ton dhe evolimin e shpirtit. Dhe këtu dua t'ju them që dhimbja trashëgohet nga brezi në brez, që nga ngjizja që krijohet një embrion në barkun e nënës dhe gjithashtu në moshën 0 deri në 7 vjeç. Më pas ti përsërit atë ritëm që ke të trashëguar atë informacion në qelizat e tua. Si do të duke në qoftë se do të thoja pikërisht në bazë të ditës të lindjes tënde, si e përjeton ti dhimbjen, por jo vetëm të mësosh si të dalësh nga ato, sepse çdo emocion që kemi, duhet të mësojmë dhe si të dalim. Prandaj, më shkruaj këtu poshtë, kur ke lindur, që të marrësh përgjigjen. Të dua shumë, të përshëndes, dhe shpërndaj këtë video dhe në njerëz të tjerë, dhe në shokë dhe në miq, sepse dituria na bën që ne të ecim përpara më shpejt dhe të mos e përjetojmë dhimbjen si një emocion të rënd, po të shikojmë çfarë transformimi, çfarë mësojmë nga kjo dhe të shkojmë përpara. Gjithashtu, nesër data 8 prill, në orën 8 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom, kush do jetë prezent do ta mësoj atje dhe zgjidhjen dhe do bëjmë dhe një grup terapi. Prandaj ju ftoj të gjithëve, e keni linkun falas në YouTube, e keni në Instagram, në Facebook dhe në WhatsApp kush është në këto grupe. Në qoftë se nuk më jeni të regjistruar dhe në YouTube, mund të regjistrojeni dhe këtu në TikTok dhe të më kërkoni gjithashtu dhe në privat, në Viber, Telegram dhe WhatsApp, tek telefoni 0030 699 321 46 37. Dhe për të gjithë ata që e shikojnë që kanë shumë kohë që janë në dhimbje dhe nuk mund të dalin nga ajo, kanë hyrë dhe në fellësi dhe ndjejnë dhe dhimbjen e të tjerëve, për gjithçka në datën 27 prill do jem në Shqipëri dhe në datën 1, 2 dhe 3 kemi një retreat shumë të fuqishëm për rilindje dhe transformim. Kemi akoma dhe 4 vende bosh, në qoftë se do të jesh prezent nga afër, 3 ditë të jemi së bashku dhe ky retreat të ndihmojë për të dalë nga gjithçka që të mundon, mund të më shkruash dhe ti në privat. Ju dua shumë, ju falenderoj.